Të dashur shqiptar, a keni besë? Nëse keni besë, ju lutem më dëgjoni me vëmendje, sepse të gjitha emrat e fisëve ilire i kam gjetur unë. Dhe i kam gjetur sepse kam lexuar në origjinal veprat e Apianit, Strabonit, Plinit, madje dhe Iliadën. Prandaj kur ju them unë origjinën e emrit të ilirëve, duhet ta besoni. Tani, filmat unë i regjistroj në balkon, sepse kam nevojë për oksigjen. Këto zbulime të marrin frymën, janë kaq të lemeritshme. Janë lemeritur jo vetëm shqiptarët, janë lemeritur profesorët e Universitetit të Leidenit, që është më i përparuari në botë, sepse deri dje bënin leksione për ilirët dhe mendonin se ilirët ishin pararësit e shqiptarëve. Janë pararësit e shqiptarëve, por emrat e ilirëve nuk janë emrat e shqiptarëve, për fat keq, të dashur shqiptar. Përse do thoni ju? Sepse të gjitha emrat e ilirëve janë ruajtur në dokumentet e Bizantit, në veprat e autorëve helen. Përse helenët do të bëni një përjashtim për ilirët, sepse ata s'kanë ruajtur emrat e keltëve, nuk kanë ruajtur madje as emrat e romakëve, as fjalë të latinishtes, që ishte perandoria më e madhe e kohës, as fjalë të persishtes. Përse kanë ruajtur fjalët e ilirishtes? Ç'është kjo ilirishte? Emrat e fisëve ilire ishin që të gjitha emra të shpikur nga autor grek, prandaj ishin emrat e tyre që na kishin vënë ne. Dhe një nga këto emra është fisi Deuri. Fisi Deuri është një shkurtim, sepse emri plot është Deriopes dhe Deuriopes. Nga e dim në këtë, nga vepra e Strabonit. Janë që të dyja emra paralel, motërzimet të njëjtit emër, por origjinali është Deriopes. Deri është emër femëror, deris i thon lëkurës në greqisht. Dhe opi në greqisht është syri, por ka dhe kuptimin syri i bythës, sepse grekët ishin pederast. Vetë fjala pederast në gjuhën greke do thot dashnor i djemve të vegjël. Grekët kanë shpikur pederastin të dashur shqiptar. Dhe fjala Deriopes, fjalë për fjalë do të thot syri i lëkurës ose vrima e bythës. Si mund t'ua shpjegosh tani emrat e ilirëve studentëve shqiptar? Si do dalësh ti në katedër dhe të thuash atyre që emri i fisit ilir Deuri është shkurtim i një metafore greke, syri i lëkurës ose syri i bythës? Do i shpjegoni ju emrat e fisëve ilire mbas filmave të mi nëpër katedrat tuaja? Nuk e besoj. Ju do vazhdoni thoni që ilirët janë pararësit e shqiptarëve. Pra, nuk bëhet më fjalë që janë apo s'janë pararësit tanë, ilirët. Fakti që ata s'kuptonin greqisht, kjo tregon që janë pararësit tanë. Sepse kur një grek të shan me fjalë të ndyra, ti kujton se janë fjalë të bukura. Për shembull, dymali ose dimali do thot dy vrimat, nga fjala malia, leshi i bythës. Edhe në greqishtën e sotme, malaka, nga fjali lesh, do thot bythqir. Pra, është bërë emri i firmave në Shqipëri Dimal. Është zëvendësuar fjala shqiptare ura vajgurore me dimali. Do të thënë bythqirat jemi ne, sipas grekërve, dy vrimat e bythës. Amantia ka kuptimin sharlatane, nga amantis, ajo që nuk bën dot parashikime. Zbulimi im. Ne na duket si fjala amë. Burim uji. Është sharje në greqisht. Të gjitha emrat e fisëve ilire janë sharje të rënda. Labiatan, vi nga fjala labia,
ose busa e pidhit. Ilirët ishin bus pidhës. Do shpjegoni këtë në leksionet tuaja për labjatanët. Ju do nxirrni nga fjala labja, që vjen nga lab, do të thot labëri, nga fjala alban i bardh. Kështu do nxirrni ju. Edhe fjalën dimale ju do nxirrni nga fjalën dy male, kur ajo është dimali në greqisht. Është emër i gjinisë femërore. Do thot dy vrimat e bythës, që i ka një femër, jo një mashkull. Dy vrimat me lesh. Çdo emër grek është shumë i ndyrë, por emri më i ndyrë është fjala drilon. Emri i lumit drin do të thot kar i fryr. Fjalë për fjalë. Dhe shqiptarët e mbajnë këtë emër me krenari drilonas. Ka mbi 24.000 shqiptar me emrin Drilon. Pra ne jemi kthyer në Karistan. Ne flasim gjuhën ilire të Karit. Kuptoni apo jo? Do dalësh në balkon, të marrësh frym thellë që ti thua shqiptarëve që ti ke thënë vetes Kar në greqisht 3000 vjetët e fundit. Ti ke thënë vrimë bythës dhe Uriopes, njerëzve të tu, vëllezërve të tu, këto 3000 vjetët e fundit, ti shqiptari. Ti ke thënë dymal, që do të thot bythqir në greqisht, këto 3000 vjetët e fundit. Ti ke thënë amantja, sharlatane në greqisht, këto 3000 vjetët e fundit. Ti ke thënë labjatan, vëllezërve të tu, buspidhas, këto 3000 vjetët e fundit. Pra, tani e kuptoni që ne jemi vërtet vendas, intigjen, por ne nuk kemi kuptuar absolutisht asnjë fjalë që na kanë vënë ne grekët. Grekët ne na kanë quajtur siç quhen kafshët. Siç u vihet emra qenve, dhe je qen në fakt, nëse nuk kupton greqisht. Ashtu siç qeni nuk e kupton gjuhën e njeriut, por i bindet atij për një cop mish. Edhe sklevrit i lirë, që ishin popullsi indigjene sklavëruar, dhe këtë dim nga emri Dibranëve, penest, nga fjala penes, i varfër. Penestaj është bërë fis i lirë. Do thot sklevër që s'kishin as të drejtë martoheshin, as të kishin varre. I lirët nuk kanë varre. Varret e tyre janë aty ku hidheshin plerat e kockat e qenve. Pra në fakt, perandoria romake, kur hyri në Iliri, neve na shpëtoi nga grekët, sepse në qoftë se Iliria nuk do ishte pushtuar nga romakët, ne sot do flisnim greqisht, një greqishtje të prishur, dhe do e qonim pikërisht njëri tjetrin Deriopes ose syri i bythës. I falënderit për vëmendjen Deriopes dhe Deuri, që do thot vetëm lëkur, nga Deris, të dashur shqiptar. Dhe mos kujtoni se do i gjeni këto shpjegime në fjalorin e gjuhëve indo-europiane. Nuk i din, nuk e kishte iden as Jokli, as Majri, as Pederseni, as kush, absolutisht, edhe sot në këtë moment që bëj këtë filmun, që emri për ilirët do të thot syri i bythës, Deuriopes. Në shkurtimi i fjalës Deuriopes është bërë Deuri. Mirupafshim Deuriopes, mirupafshim të dashur Pelazgë në filma të tjerë shkencor.